Rugova, sepse Rugova nuk hyn te rilindasit, Rugova ka qenë modern, shumë modern, ka qenë nuk e ka përfasu këtë linjë, por ajo që ka ndodhur, Qosja... Kadare ka qenë modern. Dhe Kadare modern. Jo, Kadare ka qenë modern, po Kadare shpesh herë i shpërfaqen idetë jo veç përbashkëta, iluministe, romantike, Kështjella është rindërtim e historisë, romani Kështjella është rindërtim e historisë, po del shumë modern në punë si Pallatit Tandrave, për shembull, që gati parodizon një ambient distopik atje, Perandorisë Osmane. Spiritus. Te plot, po tash janë disa shtylla ku unë kam qef u përqendru te Kadareja, se opusi i tij është shumë i madh. Qosja e ka analizu qëtë mentalitet shqiptar, sidomos në Kosovë, mirë po Qosja nuk ka pas shumë përpjekje me dalë për kësaj. Kadare është ai i cili edhe ka shkru, edhe ka ecë pak matutje, ndërka që Rugova është ai i cili ka bën veprimet e orientimit ka perëndimi. Veprimet konkrete kanë qenë pikërisht të Rugovës, nuk kanë qenë krejt të tjerëve, sepse edhe pozicioni i tij, ndërlidhja përfshirën politik e ka bën vetën. Ambiguitet ka te secili prej tyre. Për shembull, Qosja është romantik. Te Rugova, po them. Qosja është studiues i romantizmit, i thellë, ka bën një histori letërsisë të mbështetur pikërisht te romantizmi i letërsisë shqipe, por veprën e tij, vdekja me përsyve të tillë është gati postmoderne, nëse nuk është krejt postmoderne. Do të thonë është postmodern. Do të thonë Qosja është postmodern ku shkruan letërsi, kur e studion letërsinë e studion me tjerë parametra. Shumë koha shkurt sot të ta përmbyllim ju. Me titull Qosja, Rugova dhe Kadare, këtu duhet edhe një dimenzion më pa, ajo është si individ, po edhe përfaqësimi i tyre, çka ata përfaqësojnë, sido që tjetë. Dhe nëse e marrim këtë parasysh, këtu kemë dallimet mëdha, si në sasi, si në cilësi, ku cilësia është edhe lloji ose atë që ata e përfaqësojnë. Nëse e marrim dimenzion të përfaqësimit horizontal, Rugova është një njeri i zgjedhur, i cili vitin 92 ka fituar mbi 90% kësaj popullate. Bash element të cilin e ka mohu Qosja, fjala vjen se se ka njohur si udhëhec. Dhe kur ka garuar kokë për kokë në zgjedhje, Qosja se ka lënë prapë. Mandej në 2000 ajo tërhiq prej asaj. Kjo është një. E dyta asaj për këtë figurave në përgjithësi, siç u tha pak këtu, që kalojnë për faza, fjala vjen faza e glorifikimit, pastaj e mohimit dhe atije rikonstruimit dhe shkencoro. Ku ta di? Pikpamja që vjen nga studimi historik. Polemikës se veç edhe një sen deshta me thonë. Qosjes me Kadaren në një moment kur veç zbutën pak gjakrat, ja kthen Qosja Kadares duke thonë se është shkrimtar shumë i madh botnor dhe thot me një rast aty thot që ky ka folë si shkrimtar, kurse unë kom folë si shkencëtar. Me fjalë tjera, don me lon hapsin. Edhe diçka rreth letrës edhe po e mbaroj. Unë mendoj se letra e ka edhe një element që ndoshta është ende inkognita dhe ajo është shkruar në 2016, i drejtohet nipit, por nuk dihet vendimi për mu publiku ose vetë publikimi, se këte ka mujt me bo Qosja, mës mja dhon nipit me majt ndër vite. Sepse letra, publikimi, letra i drejtohet nipit dhe thot kjo, por në fakt letra i adresohet publikut. Krejt teksti është veç në titull thot let kujdeset për varrim. Pra edhe këtë element e ka dhe është komunikimin një farë... Kurse dhe nipi ka shërbyer gati si menaxher, si sekretari. Dhe në dimenzion të fundit, e dim që ka pas edhe edhe pse Qosja është në randite, po edhe Rugova me Kadaren ka pas fjala vjen, por me gjitha të aje ka shprej pëndesën rreth krejt asaj. Ma dje kam libër, ka thënë në një intervjist për Rubikon Kadare, unë nëzitova ishte merit e Rugovës së su kthye në mari. Po veç, qka në fakt e kritikon? E kritikon busqeshin e ti me dëshëvicin, gjatë cilin nuk ishte dasht me aliu Qosja Kadareja vetës. Sepse qashtja busqeshjes e një vepruesi është gjuhë e komunikimit. Aq ma parë që kë ka qenë studiusi semiologjisë. E përbashkët të trev janë kohë nacionalistë, me nuanca politike. Absolutisht po, në një Rugova, edhe Kadareja e Qosja. Po, definitivisht po. Studimet e Rugova, këtë Bogdani, është nacionalist. E vërtet është. Nuk ka studim shkencore në kuptimin i pangarkuar. E vërtet është. Absolutisht. Një fjalë, fjalit shkurt. Unë e kisha apel u kisha bërë gjithë kësaj gjenerate,
të iluministëve tonë, që janë ende gjallë,